Një zëj fort kritik është ngritur nga një prej figurave më të njohura të arsimit në Lushnjë, Xhemal Nezha, mësuesi veteran i gjuhës dhe letërsisë shqipe, i cili ka kontribuar për plot 56 vite në edukimin e brezave, nuk kurseu kritika ndaj institucioneve arsimore dhe Ministrisë së Arsimit. Në një prononcim për televizionin ton, Nezha u shpreh me shqetësim të madh për gjendjen e gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkolla, duke theksuar se pas viteve 90 është vërtetë një rënje e ndjeshme e vëmendjes ndaj gjuhës amtare. Sipas tij, shkurtimi i orëve mosimore, ndryshimet e shpeshta në kurrikula dhe mungesa e përgatitjes cilësore të mësuesve të rinj kanë çuar në degradimin e mëtejshëm të cilësisë së arsimit. Po zhduket dashuria për letërsinë, po harrohet pasuria e gjuhës shqipe, u shpreh me tone të ashpra mësuesi i njohur, duke apeluar për rikthimin e vlerës dhe respektit ndaj gjuhës kombëtare. Nezha kërkoi me kulm që autoritetet arsimore të ndërmarrin masa konkrete për të përmirësuar kurrikulat, për të rritur numrin e orëve të gjuhës dhe letërsisë dhe për të investuar seriozisht në formimin e brezit të ri të mësuesve. Figura e tij, e lidhur ngushtë me pasionin dhe përkushtimin në mësimdhënie, u bë sot simboli një apeli të fortë për shpëtimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe si themel të identitetit kombëtar. Synuar të arrihet që ne në fushën e letërsisë e quajmë pika kulmore, që do të jetë pranimin në Bashkimin Evropian, ndërsa në fushën e arsimit mendoj që Shqipëria ka bërë një regres, ka bërë hapa pas. Kjo për arsye të ndryshme, nuk e di se që pengon, por mendoj se ata që drejtojnë Ministrinë e Arsimit dhe specialistët që kanë rreth vetes në për drejtorit përkatëse, mendoj që janë të ardhur, si të thuash, të gjithë nga universitetet e huaja që nuk e njohin kulturën arsimore shqiptare, nuk e njohin kulturën shqiptare në përgjithësi dhe marrin për të hartuar programet e shkollave të ndryshme sipas cikleve, ciklit të ulët, ciklit të lartë, gjimnazit, etj. I marrin, si të thuash, nga gjuhë të huaja, i marrin nga përvoja të huaja arsimore, i përkthejnë në shqip dhe u aservirin mësuesve për të hartuar planet dhe për të dhënë mësim në shkollat e arsimit publik apo qofshin dhe të arsimit privat. Kurse ka bërë një regres për arsye sepse po të shikosh programet e hartuara prej tyre, çfarë duhet të përvetsoj, çfarë kompetencash duhet të përvetsoj nxënësi gjatë gjimnazit për shembull që unë njoh mirë dhe midis asaj që zbërthimit të këtij programeve në planet mësimore që është në papajtueshmëri të plotë. Pse? Po jap një shembull se ka ardhur koha të bëjmë thirrjen të shpëtojmë gjuhën shqipe. Në gjimnaz nuk bëhet asgjë shqipe, nuk bëhet as letërsi. Kjo për arsye sepse 2 orë i kushtohet gjuhës shqipe dhe 2 orë letërsisë. Kultura letrare nuk përvetësohet. Një autor që dikur bëhej 12 orë si Migjeni për shembull, tani ai ta jep ta bash 4 orë, çfarë do përvetësosh? Si varg nuk din nxënësit e sotëm nuk mësojnë nga poezia e Migjenit apo e Lazgushit apo Naim Frashërit. Mendoj kjo përputhshmëri e plot, papërputhshmëri e plot midis programeve dhe planeve mësimore dhe teksteve mësimore, mendoj që është absurditeti më i madh i arsimit sotëm shqiptar, që nuk regjistrohen në klasën e parë. Po ku do jenë fëmijët e klasës së parë? Investohet për shembull të marrim këtu që njohun në Karbonarën e Madhe, që është lagje e Lushnjës, u ndërtua një shkollë Dukaçe. Nuk e di, janë regjistruar 10 nxënës së klasës e parë, por nuk janë regjistruar. Po kjo nuk vlen vetëm për Karbonarën, po për të gjithë fshatrat dhe qytetet e Shqipërisë. Përjashto Tiranën, ku investimi në ndërtime, në infrastrukturë është i domosdoshëm, ndërsa në këto fshatra nuk e di pse ndërtohen shkolla. Kështu që shikoni mësuesit e shkollave sot? E para, mësuesit e shkollave sot jetojnë me frikën. Jam sot në punë, do jem nesër?
e para, kjo, sepse mbyllen klasat, mbyllen shkollat, ku do shkoj ky mësues? Ai është i vetëdijshëm që pret orarin e ekzekutimit të pushimit nga puna. Kurse për përgatitjen arsimore të tyre, unë kam thënë edhe herë të tjera, në shkollën në degët e mësuesisë shkojnë nxënësit që dalin me 5 dhe me 6 nga